Shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club ka shënuar 35 vjetorin e themelimit me një takim të ngrohtë mes miq dhe anëtarëve të shoqatës. Kryetari i shoqatës Ismet Kallaba bëri një prezantim të veprimtarisë së kësaj shoqate duke përfshirë botimet, ekspozitat dhe sesione shkencëtore të realizuara. Kallaba theksoi rëndësinë e ruajtjes së kulturës dhe traditave shqiptare, si dhe përpjekjet për të promovuar gjuhën shqipe dhe artin në maltezi. Ai falenderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe kontribuesit për angazhimin e tyre, duke theksuar se aktivitetet e shoqatës janë një ulëse mes artistëve dhe intelektualëve shqiptar. Mirë se keni ardhur në shënimin e 35 vjetorit të shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, të përvjetorit të rëndësishëm jo vetëm për shoqatën tonë, por edhe për kulturën shqiptare dhe për sektorin jo qeveritar në Ulqin dhe në Malin e Zi. Është një ditë gëzimi dhe krenarie, por edhe reflektimi dhe përkujtimi. Si që dini e kemi bërë tradit tashmë që ditëlindjen e Art Clubit, këtë festë të shoqatës sonë ta shënojmë për çdo vit me anëtarët e saj, miq dhe kontributor të shoqatës. Art Clubi është themeluar me 28 vjetor 1990 nga një grup i krijuesve të dalluar të Ulqinit, pra në fillimet e ndryshimeve të sistemit politik në Maltezi dhe në vendet e rajonit, si një nevojë e kohës, si një alternativë në fushën e kulturës, me qëllim të promovimit të vlerave të mirëfillta artistike, kulturore dhe shkencore të krijuesve dhe studiuesve shqiptar në Malin e Zi. Por nëse i referohemi realitetit të kohës, ka lindur edhe si një reagim ndaj përjashtimit apo mospranimit të krijuesve shqiptar në asociacionet letrare, kulturore e shkencore në Maltezi. Themeluesit e Art Clubit kanë qenë vizionar dhe konsistent. Art Clubi nuk është larguar asnjëherë nga misioni i tij themelor, pra promovimi i artit, kulturës dhe shkencës së shqiptarëve në Malin e Zi. Ai ka sjellë një frymë të re në skenën kulturore shqiptare. Është koha kur krijuesit dhe studiuesit shqiptar në Malin e Zi shfrytzuan lirinë e shprehjes dhe lirinë akademike. Art Clubi përbën një shkëputje nga folklorizmi kulturor ndër shqiptarët në Malin e Zi, duke i shikuar artin, kulturën dhe shkencën në të gjitha përmasat e tyre. Art Clubi, sidomos në fillimet e tij, e njohu publikun shqiptar në Maltezi me një botë kulturore shqiptare të panjohur sa duhet dhe u përpoq të dëshmoj rrënjët e identitetit shqiptar në këto treva, pra në trevat shqiptare që sot i përkasin Malit të Zi. Në mungesë të institucioneve të shkencës në nivel të shqiptarëve në Malin e Zi, Art Clubi shpesh ka luajtur pra rolin e një institucioni të tillë. Art Clubi ka bërë shumë punë të mira gjatë këtyre 35 viteve dhe është vështirë të përmenden të gjitha, por unë po veçoj me këtë rast dy aktivitete ose manifestime, dy aktivitete me traditën më e gjatë. Manifestimi letrar Kalimera Poetike Basri Çapriçi, i themeluar në vitin 1993, i cili tashmë ka marrë përmasat e një manifestimi kombëtar e rajonal. Dhe veprimtaria botuese e Art Clubit si një prej segmenteve kryesore të punës së tij, ku deri tani janë botuar rreth 200 libra që u përkasin gjinive të ndryshme. Dhe pikërisht duke pasur këtë parasysh, ne kemi menduar që me këtë rast, pra me rastin e 35 vjetorit të shoqatës, të organizojmë një ekspozit me botimet e Art Clubit me qëllimin për të vënë në spikam dhe promovuar këtë punë të madhe të shoqatës sonë, e cila, siç e dini, është botuesi më i madh shqiptar në Malin e Zi, por edhe të atyre autorëve, numri të cilëve i ka lënë 50, të cilët kanë botuar me logon e Art Clubit. Në këtë pjesë kryetari i shoqatës bëri edhe një prezantim më të theksuar të veprimtarisë vetëm për vitin 2025. Me 23 deri 25 prill 2025, në bashkëpunim me pensionat e Kosovës dhe Shqipërisë, është organizuar për të parën herë në Ulqin Java Letërsisë Shqipe, në kuadër të së cilës janë organizuar 3 takime letrare me shkrimtarët Binak Kelmendi, Ibrahim Berisha dhe Çerçez Loloçi, si dhe shkrimtarët Sadik Bejko dhe Sali Bashota. Po në kuadër të këtij manifestimi, në bashkëpunim me shkollën e mesme të kombinuar në Ulqin, është organizuar edhe punëtoria me krijues të rinj me temë si shkruhen llojet dhe zhanret e letërsisë, poezia, proza, eseja. Ndërsa në shkollën fillore në Katërkoll është mbajtur tëreza letrare me temë letërsia shqipe në programet dhe tekstet mësimore
në Maltëzi, pra Kosovë dhe Shqipëri. Me 24 maj 2025 është organizuar konferenca shkencore me temë Gjuha dhe kultura e shqiptarëve në Malin e Zi, ku kanë marrë pjesë studiues të fushave të ndryshme nga Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova. Me 11 deri 13 shtator 2025 është organizuar edicioni 33 i manifestimit letrar Kalimera Poetike Basri Qapriqi, përkatësisht 3 mbrëmje letrare. Mbrëmja letrare homazh, kushtuar shkrimtarit Ibrahim Berjashi, dhe mbrëmjet autoriale me shkrimtarët Besnik Mustafaj dhe Ili Rezaj. Në kuadër të Kalimerës Poetike është hapur ekspozita me sak instalacioni Ofsham, shpella e lakuriqeve e artistes Zake Prelvukaj, fituese e çmimit tradicional të art klubit vitin e kaluar. Siç e thash, veprimtaria botuese mbetet një prej aktiviteteve kryesore të art klubit. Gjatë këtij viti janë botuar këta libra: Ali Xhexhbritaj, Hena Mbiliqen, Gzim Puka për dramën dhe teatrin, Mehmet Kraja, Histori të ëndrave të hershme, Ibrahim Berjashi, Floçka e Liçenit, Ribotim. Po nënvizoj me këtë rast një fakt që na bën krenar si botues dhe shoqat, se për mbledhja me tregime histori të ëndrave të hershme e shkrimtarit Mehmet Kraja është vlerësuar me çmimin Liburnia, i cili jepet për librin më të mirë në prozë në edicionin e sivjetshëm të panajirit të librit në Ulqin. Kjo është hera e parë që një libër i një botuesi vendor shpërmblehet me çmim në këtë panajir. Sa i përket veprimtarisë përuruse, në bashkëpunim me ambasadën e Republikës së Kosovës dhe komunën e Ulqinit, me 9 qershor 2025 kemi bërë përurimin e librit të Fatmir Sejdiut, Ora e Kosovës, Pavarësia dhe Shtetëndërtimi. Sipas traditës, kemi shënuar me aktivitete të ndryshme disa data të rëndësishme: shënimi i ditës ndërkombëtare të poezisë me takimin Dialogu Poetik në bashkëpunim me Librarinë Ulqini, mbrëmje letrare poetët për ditën botërore të librit në kuadër të manifestimit Java e Letërsisë Shqipe. Votimet e art klubit janë prezantuar në panajirin e 18 ndërkombëtar të librit dhe arsimit në Podgoricë, në kuadër të stendës së Qendrës për Kulturën e Pakicave, në panajirin e 24 të librit në Ulqin dhe panajirin e 6 të librit në Tuzë. Anëtarët e art klubit kanë marrë pjesë në disa veprimtari të rëndësishme letrare kombëtare. Në cilësinë e kryetarit të art klubit, kam qenë pjesë e programit të Festivalit Poetik të Prishtinës, ku i zhvilluar biseda me temë decentralizimi dhe demetropolizimi i kulturës. Ndërsa në aktivitetin 17 vjet pavarësi, mbrëmje poetike dhe tërez letrare të organizuar nga Konsullata Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Strug, me 11-12 shkurt 2025, kanë marrë pjesë anëtarët e shoqatës Qazim Muja, Hajredin Kovaçi dhe unë. Krahas këtyre arritjeve, art klubi ka humbur gjatë këtij viti njërin prej themeluesve dhe kryetarin e tij të parë, Ibrahim Berjashi. Në këtë rast kemi organizuar një orë përkujtimore, ashtu siç kemi organizuar orë përkujtimore në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, edhe me rastin e vdekjes së Hajrullah Hajdarit, një bashkëpunëtori të shoqatës sonë, dhe me rastin e vdekjes së Rushdi Hasanagës në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, komunën e Ulqinit dhe bashkimin e krijuesve shqiptar në Malë të Zi. Për të folur më tepër për vlerat e këtyre botimeve dhe për të ndarë përvojën e tij në këtë shoqat, foli Qazim Muja, person i cili ka pasur në duar shumë nga këto vepra para se të botoshin, duke ndjekur nga afër çdo hap të krimit të tyre. Ai përshkroi librat si pasuri të jashtëzakonshme kulturore që pasqyrojnë punën dhe përkushtimin e shoqatës për artin dhe letërsinë shqipe. Në teorinë bashkohore të kulturës pranohet gjërësisht se institucionet më të qëndrueshme nuk janë gjithmonë ato që krijohen me dekrete administrative, por ato që lindin nga nevoja e një bashkësie të caktuar për ta strukturuar kujtesën dhe për ta legjitimuar diskursin e vet. Pikërisht në këtë prizëm duhet parë edhe themelimi i shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Klub, e cila këtë vit shënon 35 vjet nga themelimi i saj si një institucion real i mendimit, i librit dhe përgjegjësisë kulturore. Vepra dhe qëndrueshmëria e kësaj shoqate e bëjnë të lehtë vlerësimin për të, sepse aty ku puna intelektuale është autentike, fjala thjesht duhet ta ndjek me ndershmëri veprimtarinë e saj.
Të flasësh sot për shoqatin e artistëve dhe intelektualëve Art Club nuk do të thotë thjesht të përmbledhësh një histori veprimtarisht kulturore, as të ngjarjeve të rëndësishme, data apo tituj libra. Të flasësh për Art Clubin do të thotë të reflektosh mbi një ide, mbi një projekt shpirtëror dhe intelektual, mbi një përpjekje të qëndrueshme për ta bërë kulturën shqiptare në malnezi të dukshme, të artikuluar dhe të qëndrueshme në kohë. Në këtë kuptim, veprimtaritë kulturore, letrare, shkencore dhe artistike të shoqatës mund të lexohen si forma të institucionalizimit të dialogut publik, në kuptimin Habermasian të veprimit komunikues të fjalës, për mënyrën se si njerëzit përmes gjuhës dhe dialogut mund të arrijnë marrëveshje duke marrë mbi vete funksione thelbësore institucionale, artikulimin e vlerave, ruajtjen e kujtesës dhe ndërmjetësimin e dijes, sepse shoqata nuk është thjesht organizatore aktivitetesh, por hapësirë diskursive ku krijuesit dhe studiuesit tani më janë shndërruar në subjekte aktive të prodhimit kulturor. Një dimension kyç i kësaj shoqate është edhe veprimtaria botuese që shndron Art Clubin në një institucion të kujtesës së shkruar, si botuesi më i madh dhe më serioz i shqiptarëve në Malnezi dhe jo vetëm. Dhe pikërisht ashtu siç pohon janë Asman, se shoqëritë mbijetojnë jo vetëm përmes kujtesës komunikative, por përmes teksteve të fiksuara që të i kalojnë kohën e brezit, apo të shumë brezave, pikërisht këtë funksion e ka përmbushur edhe Art Clubi që nga votimi i librit parë në fillim të viteve 90 të shekullit kaluar me librin e profesor doktor Ruzdiu Shakut, Ullqinë në gjurmët e shekujve. Një akt themelor i fiksimit shkencor të identitetit historik, jo vetëm lokal, sepse me rreth 200 tituj të botuar deri më tani, shoqata ka ndërtuar një korpus tekstesh që përbën një arkiv kuptim plot kulturor dhe shkencor shqiptarëve në Malnezi. Ky arkiv nuk është thjesht një grumbull librash, por një strukturë e menduar e dijes, ku bashkëjetojnë letërsia, historia, eseistika, arti pamor apo dhe medial, studimi shkencor, reflektimi kritik e tjerë. Ka shumë autor të votuar, por duke kërkuar ndjes nga ata që s'do të përmend, do të përmend vetëm disa nga ata, si Mehmet Karaja, Basil Çapriçi, Hajrul Qinaku, Al Shabani, Ibrahim Berjashi, Anton Gojça, Jason Bisha, Hayreddin Kovaçi, Ali Çetbritaj, Ruzdiu Shaku, Riza Rexha, Ismail Doda, Nail Draga, Erullah Poliçi, e shumë të tjerë për mjedisin ku u krijuan, përfaqësojnë atë që Bordje do të quhen të një kapital simbol, pra vlera kulturore që nuk maten me treg, por me ndikim, autoritet dhe legitimitet në fushën kulturore, shkencore, letrare, artistike, disa nga të cilët kanë prekur dhe qëndrojnë fuqishëm në kulmin e letrave shqipe ose edhe të shkencës. Përmes votimit të tyre, Art Clubi ka vepruar si instancë e legitimitetit kulturor, gjithsesi legjitimimit kulturor, duke ndërtuar një kanon të qëndrueshëm dhe të dallueshëm. Gjithashtu, duhet vënë në dukje edhe votimet monografike si thelbësore, sepse ato përfaqësojnë një trajtim të thelluar dhe gjithëpërfshirës të temave, ofrojnë një kontribut origjinal shkencor dhe shërbejnë si burime referimi, si një burime rëndësishëm i të dhënave për hulumtimet e ardhshme historike dhe kulturore, mëset nevojshme për shqiptarët në Malnezi. Do të përmend këtu monografinë gjithëpërfshirëse në një cep të Iliris, 2 monografi për të piktorë shtuar nga kjo hapësirë Gjergj Martini dhe Rudi Roka, votimet monografike për baladat, për folklorin, etnografinë, pastaj monografi për arsimin shqip, monografi për krajën dhe në malë të ndonjë tjetër. Në kuadër të kësaj, një dimension tjetër me rëndësi të veçantë, akademike, është edhe politika e përkthimit apo e ndërmjetësimit gjuhësor, veprimtari që
Art Klubi ka filluar ta bëjë në kohët e fundit. Dhe mund të themi lirisht se përkthimi i veprave në gjuhë të hapësirës slavopolse dhe votimi i tyre nuk është vetëm një transferim gjuhësor, por akt ndërmjetësimi kulturor, pikërisht në kuptimin që Lorenz Venuti i jep përkthimit si proces të dukshmërisë kulturore. Në këtë mënyrë, Art Klubi ka kontribuar në dekontekstualizimin e stereotipeve dhe në afirmimin e kulturës së shqiptarëve në Malnezi si pjesë integrale e mozaikut kulturor rajonal, si subjekt dialogu dhe bashkëbisedimi intelektual. Prandaj, vlerësimi i përsëritur disa herë se Art Klubi ngjan një akademie kulturore edhe pse simbolik, është funksionalisht i saktë. Shoqata ka ushtruar role që zakonisht i përkasin akademive, prodhimin e dijes, seleksionimin kritik të veprave, arkivimin e kujtesës dhe transmetimin e traditës intelektuale. Veprimtaria e saj ka qenë, është dhe mbetet një fushë kulturore autonome e mbështetur në etikën e përgjegjësisë ndaj kulturës kombëtare dhe jo në atë oportunizmin institucional, siç ndodh shpesh të jetë në shoqërinë tonë. Në kontekstin e digitalizimit global, insistimi i Art Klubit për librin e botuar merr një domethënie epistemologjike të veçantë në një kohë kur informacioni qarkullon me shpejtësi, por pa sedimentim, thënë simbolikisht pa zbritur në tokë, libri mbetet forma më e qëndrueshme e mendimit të thelluar dhe të strukturuar. Ta bësh librin të prekshëm, sot do të thotë të mbrosh kushtet e vetë dijes. Andaj, në 35 vjetorin e saj, shoqata e artistëve intelektualëve Art Klub përfaqëson jo vetëm një histori veprimtarisht suksesshme, por një model të qëndrueshmërisë kulturore në kushte, do thosha, periferike, duke dëshmuar se kultura ndërtohet si proces afatgjat mbi bazën e vizionit, etikës dhe përgjegjësisë intelektuale. Dhe duke përfunduar, them se sot Art Klubi vërtet është një trashëgimi, por edhe një detyrë hapur për brezat, gjeneratat që vijnë pas nesh, ta ruajnë standardin e veprimit të saj, thellojnë dialogun dhe ta vazhdojnë prodhimin e dijes kulturore, sepse aty ku ekziston libri, ekziston kujtesa, dhe aty ku kujtesa është e artikuluar, identiteti nuk shuhet, por ekziston fuqish. Takimi i përvjetorit ishte një mundësi për të promovuar disa nga botimet më të rëndësishme dhe aktivitetet më të rëndësishme të shoqatës dhe për të theksuar aktivitetet e saj gjatë vitit, duke mbajtur një atmosferë të ngrohtë dhe familjare mes pjesëmarrësve.